Shikues të nderuar, adhurues të sportit dhe të futbollit, ju përshëndesim nga stadiumi përparimthaçi në Prezën, ku për pak çaste do të fillojë ndeshja e javës së 16 të Ligës së Tretë të Kosovës në futboll Rafshi Dukagjinit, e ku takohen skuadra e Drinit të Bardhë dhe klubi futbollistik Xerza. Gjithçka gati para fillimit të kësaj përballje, një përballje ku pritet të jetë interesante për vetë faktin sepse skuadra e Drinit të Bardhë duhet të shënoj fitore dhe me fitore eventuale sot do ta jo vetëm që do ta ruaj pozitën e parë në tabelën e klasifikimit, por do ta siguronte edhe titullin e kampionit, gjë që edhe do ta dërgojë në ligën e dytë të Kosovës në futboll. Ja po shihni aty përshëndetjen e lojtarëve dhe derisa përshëndeten ata, ne ju njohim edhe me formacionet e skuadrave. Ekipi i Drinit të Bardhë me të veshurat të bardha dhe të katërta ka këtë formacion: numër 1 Ragip Salihi, numër 3 Florian Iljazi, 2 Orland Duhlaku, numër 7 Esad Salihi, 5 Ragip Thaçi, 6 Vigan Rexha që njëherë është kapiteni i skuadrës, me numër 14 Drilan Krasniqi, 19 Xhaner Gzimi, 11 Shpëtim Totaj, numër 8 Albion Muhadri dhe numër 10 Bajram Azizi. Një formacion mjaft i mirë ky. Derisa në bankim do të kenë edhe këta futbollistë: Rahman Shehu, Erman Laçi, Besfort Krasniqi, kapiteni i skuadrës, që është çdo herë por sot mungon për shkak të lëndimit, Edison Rakaj, Endrit Vokshi, Alban Ferataj, Fetim Sinani, Raes Smajlaj dhe Albion Kryeziu. Trajneri i ekipit të Drinit të Bardhë është i njohur tashmë Robert Gjera, ish futbollist i shquar i klubit futbollistik Liria dhe i vllazimit, por gjithashtu tani edhe po tregohet trajner i suksesshëm. Në anën tjetër, skuadra e Xerzës ka udhëtuar me këtë formacion: me numër 1 Valon Recjepi, 30 Nasip Haxhia, 5 Ardian Kryeziu, 8 Ardian Gojani, 4 Arlind Gashi, 99 Fatlum Shala, numër 10 Florian Gashi, 7 Kora Mrasori, numër 9 Kushtrim Gashi, 20 Din Morina dhe numër 7 Jetmir Gashi. Në bankinën edhe këta futbollistë: Seladin Hoti, Altim Gashi dhe Dren Tanushaj, kurse trajneri i ekipit është Fadil Vuçitërna. Gjithçka gati para fillimit të kësaj përballje që drejtojnë gjyqtari Debatik Çarkaxhia, i njohur pra si ish futbollist i shquar i vllazimit dhe i klubit futbollistik Liria, nën asistimin e Lek Saraçinit dhe Leotrim Berishës, kurse delegati i FFK-s për këndeshjen Saad Hamsic. Ja pra, edhe një numër tifozësh të cilët kanë ardhur për ta përcjellë dhe për ta përkrahur, dhe këtu në këtë çaste fillon dueli dhe të parët janë futbollistët e Drinit të Bardhë që sulmojnë dhe janë nga krahu i majtë, harkim në zonën e drejtësisë. Menjëherë futbollistët e Drinit të Bardhë kërkojnë që sa më parë të vinë deri te goli i shënimit, aty largon topin për një çast kapiteni i skuadrës Xerziane. Përndryshe, t'ju kujtojmë se këto dy skuadra janë takuar më herët në kuadrët të këtij kampionati dhe ndeshja ka përfunduar në fush me rezultat 1-0 të mirë të Xerzës, por pasaj për shkak të parregullsive ndeshja është regjistruar me rezultat 3-0 të mirë të skuadrës Drinit të Bardhë. Drini i Bardhë që aktualisht kryeson tabelën e klasifikimit, kanë gjithsej 43 pikë nga 15 ndeshje, ndërsa ekipi i Xerzës është në pozitën e 5 me 19 sosh. Janë futbollistët e Xerzës tani që riorganizohen, por menjëherë atje mundohen ta marrin topin futbollistët e Drinit të Bardhë. Një pasim aty që në qendër që nuk shkon, e merr topin e Albion Muhadri, them prapa deri te Iljazi, kur aty e mban topin në posedim skuadra vendese. Edhe një herë aty kapiteni i skuadrës së Drinit të Bardhë, Vigan Rexha dhe Ragip Thaçi, dy qendër mbrojtësit me përvojë që kanë luajtur në ligën e parë. Ja, që mundësi harkimi aty Iljazi në krahun e majt, do të jetë mundësi harkimi ky, harkim në zonën e rreptësisë, ndërhyn portieri për kohësisht aty jo i sigurt, por megjithatë mban topin në posedim. Minuta e dytë, një iniciativë e futbollistëve të skuadrës Drini i Bardhë, të cilët gjithsesi pra kërkojnë që sa më parë të vinte goli i shënimit, një fitore që do ta siguronte titullin kampion dhe inkuadrimin në ligën e dytë të Kosovës, gjë që është kërkuar qysh moti, sidomos pas luftës. Shohim aty Drilan Krasniqin, njërin prej lojtarëve më cilësor për sa i përket goleve të shënimit, golashnuesi më i mirë. E humbën më njëherë topin aty futbollistët e Xerzës. E merr këty Duhlaku. Rexhaj, kaluar në fazën e sulmit. Xhaner Gzimi. Tani aty një top kërkohet këmbë shpejti. futbollisti Bajram Azizi, tani aty ka marrë këtë top Bajram Azizi, mos i tani në zonë të rrëpësisë, largohet përkohësisht
Do të shojmë edhe një gjendje të harkoj, harkimi i tij, gati sa nuk ka shënuar aty për pak autogol, kemi kornerin e parë për skuadrën vendese, ka larguar topin kapiteni Kryeziu. Do të shojmë se çfarë do të sjell kjo ndërprerje. Ne për pak çast do ta kemi edhe kryetarin e klubit të Drini Bardh në këtë bashkëbisedim, në këtë transmetim, por do të presim që eventualisht të shënoj gol skuadra, pastaj që më me gëzim të zhvillojmë një bisedë për rrugëtimin e skuadrës së Drinit të Bardh. Do të shohim këtë harkim nga këndi, që do ta bëjë Florian Iliazi me të majtën e tij. Ka rëshqitur, mirë gjithatë të topin në zonë të rrëbësisë, mos i goditje aty. Albert Muhadi tentoi pa sukses, është Bajram Azizi, bukur aty mundo ta shërbej në krahun e majt. Futbollistin bashkëtarin e tij Albert Muhadin kam përshtypjen. Kemi kornerin e dytë. Pra iniciative plot tani në tek skuadra vendese. Digan Regja të harkojnë në zonë të rrëbësisë. Nuk rrëshqet aty. Kondicioni shpejt mund të jetë rrezikshëm tani ky, mirë po ja që topi nuk është i saktë aty për futbollistin Karab Mrasori. Iliazi. Salihu. Digan Rejaj. Muhadri. Të sigurt tani në këto pasime të shkurtra janë futbollistët e Drinit të Bardh. Kërkohet aty Doklaku në krahun e djathtë, Musi harkimi ulet aty Musi qarë është lëgjyeshme, por pak nuk ka arritur aty shpejtim totaj. Rasti më i mirë deri në këto çaste, derisa po zhvillohet minuta e 5, Musia e parë ideale për të shënuar. Mbetet rezultati pa ndryshuar, Drini i Bardh Zërza 0-0. Në këto qaste ne kemi kryetarin e klubit të futbollit Drini i Bardh Mustaf Toto e afër është nesh, sigurisht me emocionuar, por gjithsesi do t'ja marrim pa kohën për të bashkëbiseduar me të lidhur me rrugtimin. Kryetari së pari, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë takim, në këtë komentim të drejt për drejt të këtij ballafaqimit të javës së 16 ku pritni fitore dhe të shpallën e kampionat. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje të gjithë shikuesve, donatorëve, komunës prezrenit drejtori Rini Kulturë dhe Sport. I përshëndesim gjithë donatorët tanë, fort tanë për gjithë Evropën. I përshëndesim edhe hotel Lirit se përket rajonit tonë që na kanë mbështet, restorantët, të gjithë donatorët tanë i përshëndesim. Jemi shumë mirë njohës dhe ne jena shumë të kënaqur që kemi edhe sukses, se do të dalemi shumë faqebarë edhe para tyne. Se përket udhëtimit të klubit tonë, klubi ynë këtë vit feston 50 vjetorin. Ky është edhe njëra prej qëllimit që ne kishim dëshirë të madhe të inkuadrohemi në ligën e dytë në Kosovë. Kështu që se përket udhëtimit ka një udhëtim të gjatë 50 vjetor. Është hera parë që klubi ynë kalon një kompeticion. Në kompeticionin tjetër jemi shumë të kënaqur dhe shpresoj që edhe kjo ndeshje të fitoj edhe ne të dalim fitues të bëhemi kampion 2024-2025 lidhja rajonale e Rrafshit i Dukagjinit, kampionati rajonal. Po, ju duhet fitoria sot në këtë ndeshje për të shpallur zyrtarisht, përndryshe jeni 7 pikë para skuadrës vendit të dytë i Stogut 0-3, me që në skuadrë ju do ta përmbyllni edicionin e së vjetër në një derbi tjetër, por që gjithçka dihet nëse sot shënoni fitore. Keni një staf, përveç jush si kryetar, keni edhe një staf të mrekullueshëm që ne angazhuar të gjithë së bashku për këtë sukses të arritur. Do t'i veçoni të ta, do të jeni mirënjohës dhe tyre. Jam shumë mirënjohës që i kam dhënë klubit të afër, po ashtu edhe mua. I falenderoj dy kryetarët, Fatmir Çunajin dhe Demir Demirajin. E kemi sekretarin e klubit, Herolin Dosmanollin. E kemi antarin e kryesisë, Hardaj Temaj, edhe drejtorin sportiv Bekim Nerjovaj.
ju jam edhe aty në shumë mirë njohës se pa ndihmën e këtyre nuk kish mund të qenë klubi ku është tash për momentin. Unë edhe besoj që sot ta festojmë së bashku, mirë po ditën e festës që ne planifikojmë ta bëjmë do ta shtyjmë në ndeshjen e fundit se nuk na lejohet ta festojmë më herët. Po Edhe një herë shpreh momentin ti falenderoj gjithë donatorët, mbështetjen që na kanë dhënë, mbrapa që na kanë dhënë. Edhe i falenderojmë shumë dhe jena shumë mirë njohës ndaj tyre. Kryetar, të përmendet në fillim bisedës që keni ndihmë edhe prej Drejtorisë për Kulturën dhe Sport të Guvernit Komunal të Prizrenit, pra Komuna e Prizrenit ka ndihmuar më së shumti sportin në kohën e fundit dhe keni pak diçka më lidh rreth infrastrukturës sportive. Keni një stadium që duhet edhe pak punë. A mendoni që do t'ju ndihmojnë edhe më shumë të rregullohet stadiumet që ju t'i zhvilloni ndeshjet aty me shqyrtueshmëri dhe tifozëri tuaj në ligën e dytë? Unë besoj që Komuna e Prizrenit do të na mbështetë edhe për finalizimin e zhveshtorës, që ne kemi shumë primare, se pa zhveshtorë nuk mund të luajmë edhe ndeshjet si vendas. Besoj që këto 2-3 muaj do të përfundohet. Kështu na kanë premtuar dhe shpresoj që ta mbajnë premtimin. Se të ndryshë do të luheshin lojët si vendas, se ne i zhvillojmë ndeshjet, them drejtën, sikur jo që edhe Prizreni qyteti ynë, kuptohet, mirë po besoj që do të bëhet edhe zhveshtoria jonë të zhvillojmë ndeshjet në has, edhe shpreh rastin ta falenderoj edhe zyrtarët e lirisë apo lirin që na ka mundsuar të luajmë lojët këtu, se me pa mundësi nuk ishim edhe ku të zhvillojmë. Ju faleminderit edhe të gjithëve, jam me plot emocione dhe të thënë që më të vërtet Hasi meriton më shumë, Hasi meriton si rajon një ekip të paktën në ligën e parë apo në ligën e dytë të jetë aty, kemi një nivel më të lartë, edhe ne ju kemi premtuar edhe komunitetit, ka na kanë prit, i falenderoj të gjithë se më të vërtet na kanë bërë një pritje shumë të mirë, shumë të madhe, edhe besoj që ne edhe do të mundohemi me shpirt që të japim një sakrificë edhe për grup moshët, për shkollën e futbollit, që sot shkolla jonë ka rreth 100 nxënës apo 100 lojtarë. Sigurisht është një trev që ka pasur talente dhe kanë luajtur jo vetëm për ligat cilësore të Kosovës, ligën cilësore të Kosovës, por edhe jashtë Kosovës hasiant të talentuar. Kemi pas edhe kemi Rishbeqen, kemi pas Rashkaj, kemi pas shumë lojtarë tjerë që me të vërtet na kanë dhënë një pasqyrë shumë të mirë si rajon, kështu që besoj që edhe ne të nxjerrim nga shkolla e futbollit ndonjë talent të ri, që mos të marrim vetëm lojtarët e qyteteve tjera. Po sigurisht kryetar, bazuar në tabelën e klasifikimit, por gjithsesi ju shoh juve në ligën e dytë dhe ju tashmë duhet të mendoni për ligën e dytë, mendoj unë, për shkak që pozitës që keni dhe cilësinë e lojës, donatorët do të jenë këta që janë apo do të mundoni të angazhoni më shumë apo keni mjaft? Shpresoj që na mbështetin edhe të tjerët, mirë po edhe këta që kanë qenë, i falenderojmë edhe këta që mos na lënë anash, kështu që besoj që do të kemi edhe të tjerë. Dhe kretë në fund, kryetar, ju keni bërë transmetime të drejt për drejt atë ndeshjeve përmes kameramanit tonë Gjilian Hoxhës dhe këto kanë ndikuar edhe në ngritjen e cilësisë jo vetëm të klubit tuaj, por të ligës së tretë dhe të ligës së dytë. Po, gazetarin Gjilianën e falenderojmë se ka qenë gjithmonë i gatshëm për gjenimin e ndeshjeve edhe them drejtën bashkëdhetarët tanë që gjenden në gjithë Evropën. I jepet vetëm një mundësi që ta shohin lojën live edhe në këto momente unë shpresoj që janë duke na ndjekur, janë duke na përcjellur me padurim edhe ata që do bëhemi kampion i ligës së tretë për vitin 2024-2025. E falenderojmë edhe kameramanin për punën e tij profesionale. Kështu. Po, unë besoj që mos të shpalosim të gjitha, sepse do të takohemi përsëri në kohën kur ju do të shpalloni zyrtarisht kampion, do të flasim edhe më shumë për rrugtimin, për sukseset, për ndihmën. Tani mos ju pengoj më shpejt, sigurisht jeni të interesuar dhe të përqendruar në ndeshje, ku shpresoj që të arrini synimin tuaj që qysh tash të siguroni fitore dhe të shpalloni kampion. Shpresoj që djeni ushtarin paktën pjesë të parë apo më për dytën ta shohim. Faleminderit kryetar, ju përgëzoj edhe një herë ju përgëzoj për punën që keni bërë juve, stafi juaj dhe uroj që të keni sukses edhe në ligën e dytë të Kosovës në futboll. Vazhdojmë tani me lojën, ja atje përpjekjet e futbollistëve të Drinit të Bardhë janë të parreshtura drejt mundësisë për të shënuar sa më parë një gjest jo sportiv aty ndaj shpëtim Totajt.
Për gjithçka tani do të kaloj kjo me karton të verdh, do të ndeshkon të dy futbollistët apo vetëm shpëtim totaj, i pari është shpëtim totaj që ndeshkohet me karton të verdh, por gjithashtu edhe futbollisti i Zërzës, dy lojtarët për shkak të gjestave jo sportive, e tani duhet të ketë kujdes shpëtimi që mos ndeshkohet me kartonin e dytë të verdh dhe mos i lë lojtarët me një futbollist më pak në fush, duhet të jenë të kujdesshëm, do të shkojnë në rang më të lartë të gara, duhet të jenë më të disiplinuar. Ndryshe kryetari tani edhe pse u largua, por gjithsesi e ftojmë edhe një herë, na jemi sot në has ka vëllezërit tanë të komunitetit katolik që sot festojnë Pashkët, sigurisht keni harruar edhe ta. Po i kërkoj falje, kështu që i uroj të gjithë shqiptarëve të besimit katolik, i uroj festën e Pashkëve për shumë botë, paqen, shëndet, lumturinë, familje dhe gjitha të mirat. Njëkohësisht deshta të i falenderoj shumë edhe tifozë, nuk e di mos harrova ndoshta se na mbështesin, na përcjellin, shefin edhe ne vetë jemi një ekip i vogël i rajonit Hasit, mirë po me shikueshmërinë me këta që na ndjekin, nuk na lënë gjithmonë. Vetëm na japin një përkraje shumë të madhe, një vullnet që le të punojmë në vazhdimsi. Faleminderit tifozëve me shpirt dhe me zemër. Dhe ja tani mundësia dhe kemi golin të realizuar nga shpëtim totaj. Kjo kërkohet nga futbollisti dhe jo ato veprime më herët. Minuta e 15 vjen goli i parë pas një pranimi të topit mirë, futet në zonë të rrëbësisë, shpëtim topaj, realizoi dhe kaloi në avantazh skuadrën e Drinit të Bardhë. Me rezultat 1-0, një gol që jetë premtues për të bërë golat të tjerë, 3 pikë të tjera që nëse shënojnë fitore atëherë e përmendëm edhe më herët, kjo skuadër do të vazhdoj të siguroj titullin e kampionit në ligën e tretë në rrafshin e Brazzilit. Ja tani përpjekjet e futbollistëve të skuadrës së Zërzës do të jenë maksimale për të barazuar eventualisht shifrat. Dovlaku Totaj kemi ndërhyje të parregull ndaj tij. Ishte ndërhyja e Ardian Gojanit. Saliu dhe qendrëruesi Ragip Thaçi. Një top nga Albion Muhadri në drejtim të Iliazit, aty që nuk përsëri e marrin topin futbollistët e Drinit të Bardhë. Dhe tani Muhadri në zonë të rrëbësisë, mundësi tjetër, shpëtim totaj, në 2-3 futbollistëve dhe në fund nuk arrin të gjej kornizën e portës, pasi të vëmendshëm u treguan mbrojtësit e skuadrës Zërzës. Lojë me dorë nga Florian Iliazi, dike e lirë. Një çerek ore ka kaluar pas një dominimi të skuadrës vendese, kemi zhbllokimin e rezultatit, 1-0, minuta e 15 shpëtim totaj. Bazuar në lojën e treguar sigurisht që skuadra e Drinit të Bardhë do të mundohet që edhe më tepër të shënoj, të siguroj pra fitoren në këtë ballafaqim. Një kundërshtim tjetër të aty, Muhadri në krahun e majt, bukur aty kombinon me Azizin, mirë po topi pak i shpejt nuk arrin Azizi, para atij ka ndërhyrë Florian Gashi. Futbollistët e Zërzës tani të cilët kontrollojnë topin në repartin defanziv. Ndërhyrje të panjohshme nga mbrojtësi i majt i skuadrës së Drinit të Bardhë, Florian Iliazi. Topi gjatë kërkohet që sulmuesi Kushtrim Gashi, por i shpejt ishte topi për të. Duvlaku. Gjan Rëgzimi dhe Vigan Rexha, kombinime të shkurtra të këtyre dy futbollistëve. Muhadri hapet lojën në krahun e majt deri te Florian Iliazi. Ragip Thaçi. Saliu.
Regjaj, kontrollim I mirë I topit nga ana futbollistëve të Drinit të Bardhë. Është ky Drilan Krasniqi, goditja ti që bllokohet, tentimi tjetër nga Xhan Gzimi, për pak nuk është I sakt, topi shkoi jashtë kuadratit të portës së portierit Valon Rexhepi. Mbetet rezultati ai minutës e 15, 1-0 me golin që e realizoi Shpëtim Totaj. Ka ndërhyrje të palejueshme në faza të normale, si në kjo ndërhyrje qendërmbrojtësit Prizonas, të Drinit të Bardhë faktikisht. Tuhlaku, Regjaj, topi në krahun e majt deri te mbrojtësi Iliazi. Iliazi nuk arrin të depërtoj. Gashi, topi kthyer prapa deri te Ardin Gashi, ka shumë futbollistë me emrin Gashi në Zërze. Në topin në drejtim të Korab Mrasorit. Bukur ati lirohet për një qast Mrasori, mundohet ta shërbej që ndësë musin e ti kushtrim Gashin, por nuk është I sakt në pasimin e ti. Regjaj. Duhlaku. Saliu ka kthyer topin prapa deri te Vigan Regjaj. Muhadri, me sfushor mjaft I mirë dhe angazhues. Tani një top, një diagonale në krahun e gjatë, top I mirë për Drilan Krasniqin, interpreton në zonë të rrëdhësisë dhe kemi 11 metër. 11 metër është dalë në mënyrë të palejueshme aty Drilan Krasniqin nga kapiteni I skuadrës së Zërzës. Reagojnë futbollistët e Zërzës, duke menduar se ishte I lehtë I sinjalizuar kjo penalti. Por vendimi I gjyqtarit Qarkaxhia është I paluhatshëm dhe do të shohim cili do të jetë futbollisti që do ta kërkojë golin e dytë në minutën e 20 të ndeshjes. Realizuesi më I mirë I skuadrës së Drinit të Bardhë, Drilan Krasniqi dhe Valon Rexhepi ball për ball, cili do të jetë më I suksesshëm. Drilan Krasniqi merr Gjuan dhe me lehtësi realizon për 2-0. E përsia brenda 20 minutave prej 2 golash. Tani do të frymojnë më lirshëm futbollistët e Drinit të Bardhë, të cilët përshëndeten aty nga tifozeria Hasiane dhe që po mundohen të krijojnë atmosferë, megjithëse siç e thamë edhe me kryetarin, atmosfera dhe festa me klubin e Drinit të Bardhë do të vazhdojnë në gjirën e fundit, kur kjo skuadër këtu në këtë stadium do të përballet me skuadrën që është në vendin e dytë I Stogun 03. Aty do të jetë festa për të shënuar inkuadrimin në ligën e dytë të Kosovës në futboll. Në topin e krahun e gjatë, atje Harkim në zonë të rrëdhësisë, ka ndërhyrë mjaft I sigurt Ragip Thaçi duke larguar topin përkohësisht e marrin përsëri topin futbollistët e skuadrës së Zërzës. Regjaj aty lufton mes dy futbollistëve, dihet për këmbgulsinë e tij. E tani kundërsulm nga krahu I majt, Bajram Azizi, lojtar shumë I shpejt, ka përballë futbollistin Din Morina. Azizi dhe Din Morina, por kësaj radhe tregohet Din Morina më I suksesshëm, ja merr topin në Bajram Azizit. Është vështirë të organizohen futbollistët e Zërzës në përballë Drinit të Bardhë, tek të cilët çdo repart po funksionon shumë mirë. Krasniqi, Gzimi tenton nga distanca me këtë gjuajtje të rrëmbyeshme dhe pret portieri Valon Rexhepi, korneri 4-1 për sa I përket kornerave, por 2-0 është rezultati I ndeshjes, që është më e rëndësishmja. Dhe do të shohim se çfarë do të sjellë tani korneri I 4 me radhë nga krahu I djathtë, të cilën si zakonisht e kryen
Florian Iliazi, e do të shohim se ja do të jenë në gjendje futbollistët e Drinit të Bardhë të shënojnë nga kjo ndërprerje. Janë futbollistët më shtatë atje që në zonë të rëndësisë, Arkim në shtyllën e dytë, mirë po, përkohësisht aty largon topin dhe çfarë mundësie aty nga Albion Muhadri me këtë tentim të tij. Mundua ta shfrytëzonte dalin e portierit, por nuk ishte për pak i saktë dhe topi ishte mjaft i plagësht, megjithatë mbetet rezultati 2-0, një mundësi tjetër për të shënuar Haxhia, që më shkëpron me Ardian Gojanin, hapet lojën e krahun e majt top për kapitenin Ardian Kryeziu. Gashi, kërkohet Jetmir Gashi. Jetmir Gashi në mesin e dy futbollistëve vështirë, dhe të vërtoj aty kishte pra dy futbollistë, kishte edhe Sad Salihun edhe Duglakun, e marrin topin në vendesit, Bigan Regjaj, në rolin e mesfëshorit defanziv, Duglaku dhe Krasniqi, mirë funksionon krahu i djathtë, top aty për Gjan Ergzimin. Një është topi në krahun e majt për Iliazin, Harkimi ulet, mundësi tjetër dhe 3-0. 3-0. Krasniqi apo Totaj, goli i dytë i Totajt. Minuta e 25. 3-0. Shpëtim Totaj. Goli i tij i dytë personal, i treti për skuadrën e Drinit të Bardhë. 3 gola të realizuar brenda 25 minutave, më së meritore, pasi iniciativa ishte e plot tek skuadra vendese. Edhe një nisën nga mesi fushës futbollistët e Zërzës. Disponuar kapiteni qendërshënuesi i skuadrës Drinit të Bardhë, shpejtim Totaj ose Shpajta, siç e quajmë të gjithë ne. Realizoi golin e parë në minutën e 15 dhe 10 minuta më vonë golin e tij të dytë, duke kaluar në avantazh skuadrën vendese me rezultat 3-0. Pashin aty dhe një shishe me ujë në fush, parasysh me kjo. Florian Gashi. Një top atje për Ardian Gojanin. Mundohet Gojani ta shërbej Jetmir Gashin, por pa sukses. Top në krahun e djathtë për Gjan Ergzimin. Gjan Ergzimi, Krasniqi, ta për Muhadrin, pozita për të gjuajtur Bajram Azizi, mundësi kjo, nuk shfrytëzohet në aty, por megjithatë Bajram Azizi ishte në pozitë jashtëtoje, sinjalizon gjyqtari Lek Saracini. Kapiteni Kryeziu. Shumë shpejt futbollistët vendës, Krasniqi dhe me njëherë aty bashkëvepron me lojtarët e vet. Është Faqi që depërton me këtë depërtim të tij. Faqi gjithnjë tentin mundohet ta kryejë vet. Gjuan nga një distancë prej rreth 20 e më shumë metrash, por pret portieri dhe kështu kemi kornerin e 5 me radhë. Pa atë depërtimin e futbollistit me përvojë, dikur mbrojtës të djathtë të klubit të futbollit Liria. Tani kontributi i tij i padiskutueshëm është në klubin e futbollit Drini Bardhë për suksesin deri të tashëm, pa sigurisht që do të vazhdoj të kontribuoj edhe në ligën e dytë. Arkim në zonë, mundësi tjetër atje për paksa nuk shënohet goli i katërt, topi shkoi fare pranë pingules së gjatë të portës së portierit Banon Xhepi, një trop i drejtuar nga Esat Salihu.
Nisin futbollistët e Zërzës, disi të pafuqishëm për të rrezikuar më seriozisht portën e portierit Ragip Salihu. Shohim që na filmuesin kushtrim gashi ku është kthyer prapa për të pranuar topin. Edhe Zërza ka pasur futbollistë të shquar, të cilët kanë luajtur edhe për klubin Fustik Liria, edhe për klubin Fustik Getoari, edhe për klube tjera. Na kujtohet me Getoarin një futbollist mërësoshor i talentuar dhe i jashtëzakonshëm, si që ishte Naim Sef Salihu. Të shohim këtë goditje dënimi që gjuan në zonë të rëndësisë, por lehtë ky top për portierin Ragip Salihu. Kujtohet pra qëndrim gashi nga tenesi qendërsulmuesi i klubit Fustik Liria, shumë i talentuar në kohën e tij. Futbollist nga Zërza. Pastaj Durimi, edhe Durimi ka qenë futbollist i talentuar. Shumë futbollistë të tjerë, një klub me traditë në futbollin e Kosovës, në ligën e 2, ligën e 3. Por që sigurisht problemet infrastrukturore edhe probleme tjera, të shohim edhe mos i tjetër aty, por ka lëshuar me kohë portën portieri Valon Rexhepi. Kemi kornerin e 6 me 1 me kornera. Skuadra e Drinit të Bardhit ka pasur 5 raste, nga të cilat 3 ka konkretizuar. Të shohim tani përsëri do të harkojnë nga këndorja aty Florian Iliazi. Ullet ky harkim, më tepër pasim, tani harkohet në shtyllën e dytë, mundësi tjetër. Por aty kemi pozitja shtoje, me njëherë aty nxitojnë futbollistët e Zërzës për të vazhduar që me kondësurmin të shënojnë golin e parë të tyre. Ja, shohim ku është kthyer qendërsulmuesi për ta marrë topin. Qendërsulmuesi Kushtrim Gashi nuk është i furnizuar sa duhet me topa nga bashkëtarët. Për shkak se mbrojtja vendese është në nivel të lartë të detyrës. Natyrisht këtu edhe përgatitja fizike bën të veten, ku po shihet që një përgatitje më mirë fizike futbollistëve vendes. Salihu bukur atje tani manovron Muhadri top për Vigan Rexhen, hapet dyert në krahun e majti Iliazi. Kanë topin Vigan Rexha, pasim fantastik ky Muhadrit për Bajram Azizin. Mundësi tani Muhadri harkon në drejtim të Krasniqit. Mundësi Duhlaku, goditja jo sa ashtu si që kishte dëshiruar. Azari këtë top qendërsulmuesi Zërzjan, Kushtrim Gashi jo, topi është i shpejt, del jashtë vijës ansore. Rivanin të bëj Duhlaku, me njëherë aty për Krasniqin. Rexhaj, Thaçi, Ragip Thaçi, i top i menduar mirë aty Thaçi në drejtim të Florian Iliazit. Iliazi kanë topin prapa deri te Thaçi. Gëzimi, gjuajtja e tij për tokë, me pallore kjo gjuajtje drejt në duart e portierit Valon Rexhepi. Si duhet këtë top, me jetë mirë Gashi, e marrin topin mirë futbollistët e Drinit të Bardh. Thaçi, i saktë me këtë pasim në drejtim të Xhaner Gëzimit. Bukur ky është Bajram Azizi.
Ka përballë Morinën, nuk shkon kjo harkimi i tij. Gabon në pasim të topit të futbollisti Korab Mrasori, Duhlaku. Harkimi në zonë tërëtësisë, e pranon topin shpëtim Totaj, kthejmë prapa Muadri. Mundohet Muadri që mjeshtrisht të shënoj të kërkoj këndën e epërm të portës së portierit Valon Rexhepi, por topi dëbuar përfundon jashtë vijës fundore dhe kemi kornerin e 7. Tani nga krahu i Maj do të harkoj Vigan Rexhaj. Minuta 34 të ndeshjes, rezultati 3-0, të kujtojmë, në minutën e 15 shpejtim Totaj 1-0, në minutën e 20 Drilan Krasniqi nga penaltia 2-0 dhe në minutën e 25 dhe aty tani goditja Pingules nga korneri, ka mundur të fare lehtë të shënohet goli 4 për skuadrën vendese. Salihu gjuan drejt në duart e portierit Valon Rexhepi. Aty tani ka mbetur i shtrirë portieri, duke aloduar një ndërhyje të Ragip Thaqit që nuk më merr mendja se ka qenë diçka qëllimshme. Futbollisti Ragip Thaqi është futbollist i disiplinuar dhe i sjellshëm, po ashtu edhe cilësor, me një përvojë të duhur në futbollin e Kosovës. Më pak se 10 minuta deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes. Kjo s'ka shtesë, do të shohim sa do të kemi kohë shtesë, por gjithsesi e rëndësishme për tifozët, sidomos vendes, është rezultati aktual 3-0. 2 golat e realizuar nga shpëtim Totaj dhe 1 nga penaltia Drilan Krasniqi. Florian Gashi e humb topin përkohësisht. Salihu largon këtë top, Muadri. Bukur Muadri aty arrin të pasoj për Dullakun, por ky i fundit nuk arriti topin pasi ai ishte pak më i shpejtë se sa duhej. Gashi, kemi ndërhyrje të palejueshme ndaj qendrës sulmuesit Dërzjani, i cili tani është kthyer pak në brendësitë e skuadrës, sigurisht i jetshëm për të marrë topin, e derisa e shohim tani Jetmir Gashi në pozitën e qendrës sulmuesit. Tani pranë topit është Ardian Gojani, bashkëpunon aty me kapitenin e tij Kryeziun. Kryeziu kërkon fshalën. Rexhaj, Vigan Rexhaj me përvojën e tij arrin ta mbaj topin në posedim. Bukur aty tani Xhaner Gzimi me kombinon me Albin Muadri në shpëtim Totaj, mundohet me atraksion në shpëtim Totaj, por paraprakisht është ngritur flamuri duke sinjalizuar ndërhyrje që ishte më i avancuar, pra shpëtim Totaj. Arlen Gashi. Topi gjatë kërkohet aty. Kushtrim Gashi nuk ka ndërhyrje të palejueshme, ishte topi dueli për top. Pastër Muadri, Rexhaj, Iliazi. Bukur aty Muadri lirohet. Hapet lojën e ekranin e Majt, Bajram Azizi e kërkon topin bukur në zonë tërësisë, Iliazi. Blokohet tentimi i Iliazit për të harkuar apo për të dëgjuar në gol. Kemi kornerin e 8. Sulme të një pasnjëshme të skuadrës vendese. Rezultatit të cilave janë 3 gola dhe bazuar në raste të treguara, ka mundur ndoshta ky rezultat më të jetë edhe më bindës. Përsëri aty pranë topit Vigan Rexhaj do të harkojë në zonë tërësisë.
shtyllën e dytë, po kërkoi drejt në gol. Portën e kërkoi aty të shënonte Mikan Rexha, siç e bëri pak më herët që topi goditi pingulën e majtë të portës së portierit Valon Rexhepi. Vështirë të dalin nga mesi i fushës që takon skuadrës mysafire. Është ky Shala. Mrasori, kemi rëvënjansore për skuadrën mysafire. Tani rivënjën lojë të bëjnë futbollistët e vendës të Drinit të Bardhë. 6 minuta gjysmë saktësisht kanë mbetur deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes së javës së 16 të ligës së tretë të rrafshit Dukagjinë në futboll, ku po takohen Drini i Bardhë dhe klubi futbollistik Zerza nga Zerza. Rezultati është 3-0. Muhadri Gjaner Gzimi kërkon topin Duhlaku në krahun e djathtë. Krasniqi, bukur depërton Krasniqi, mundësi tani harkimi ulit për Muhadri Gjuan. Për pak nuk është i saktë. Përsëri një aksion shumë i rrjedhshëm i futbollistëve vendës. Aty bukur e gjeti Muhadrin Krasniqi, edhe ky mundua të gjej këndin e poshtëm të gjatë të portës së portierit Valon Rexhepi, por për fat të tij nuk ishte i saktë sa duhet. Ardian Gojani, gabon e pasimit të topit. Rexhaj, Thaçi, Bigan Rexhaj, Salihu. Kërkon topin Thaçi, por nuk është pasimi i duhur i Salihut, gabon e pasim të topit, e marrin topin futbollistët e Zerzës. Tani nuk e pranon si duhet këtë top. Qendërsulmuesi Gojani, Bigan Rexhaj, Iljazi në krahun e majtë. Rexha dhe Iljazi me këto kombinime të shkurtra. Azizi, Thaçi. Topi gjatë aty saktë në drejtim të Krasniqit, por vjen dhe kalon topin Duhlakut. Krasniqi në zonë të rëtëmësisë. Mundësi arkimi dhe kemi lojë me dorë. Lojë me dorë, nuk pranohet goli. Gjithçka ishte kryer mirë, por aty si duket topin në port Azizi ka futur me dorë. Vlerësohet ky gol me të rezultati 3-0. Krasniqi sa të sigurt, sa pasime të sakta, lojë shumë e mirë këtë futbollistëve të Drinit të Bardhë. Krasniqi tani aty nuk ka pozitë jashtëtoje, Duhlaku, harkimi ulet. Ndërhyn Arlind Gashi të bën topin jashtë vijës fundore, duke i dhënë kornerin e 9 skuadrës vendese, 9-1, pra edhe kjo është një fakt që skuadra vendese ka dominuar në gjitha aspektet në këtë takim deri në këtë çaste. Plus rasteve të panumërta, asnjë rast konkret pak më serioz nuk e ka kishte skuadra e Zerzës. Iljazi të harkoj. Në shtyllën e dytë, kërkon aty me volej Thaçi, por nuk arrin topi deri tek Ragip Thaçi. Bigan Rexhaj, Azizi, Duhlaku. Në topin të Salihu. Muhadri dhe Gjaner Gzimi tani. Bigan Rexhaj. Topin Azizi në krahun e majtë. Bukur Azizi aty mundohet ta shërbej aty Salihun për pas sukses, ma dën topin ta marrin futbollistët e skuadrës Drinit të Bardhë. Bajram Azizi. Thaçi. Top tjetër i gjatë, kësaj radhe nuk shkon topi deri te Krasniqi, por i mban topin Duhlaku, kombinon aty me Krasniqin, i topi shpejt ky për Krasniqin. Largohet për një çast rreziku.
Ragip Salihu. Ragip Thaçi. Shpejtim Totaj. Muhadri tani kombinime të mira të futbollistëve të shpejt, por i shpejt është Beram Azizi, arrin topin ta mbajë brenda vijave kufizuese. Është Iljazi. Regje dhe Muhadri. Gjaner Gzimi. Do të gjuaj kombinat i shkurt me Totajn. Në shkon ky pasim i Totajt në drejtim të kapitenit Vigan Regjaj. Salihu. Regjaj. Penjera të topi shkon në drejtim të Azizit. Azizi, gjuajtja e tij rrëmbyeshme. Dhe pret portieri balon dhe gjepi, korneri 10. Kësaj radhe do të harkoj Gjaner Gzimi. Më pak se 1 minutë deri në përfundim të kohës rregull të pjesës së parë të ndeshjes. Gjuajtje dhe 4-0 realizon Ragip Thaçi pas këtij harkimit nga korneri të Gjaner Gzimit. Minuta e 45. Katër gola brenda 45 minutave. Dominimi plot i skuadrës së Drinit të Bardhë. Tashmë dëgjohen edhe bravëritjet në një farë mënyre dhe festa për këtë fitore, edhe pse ka edhe shumë kohë për të luajtur edhe një pjesë. Por bazuar me këtë lojë të treguar sigurisht që nuk do të diskutohet fituesi, por gjithçka mbetet e hapur. Vazhdojnë në kërkim të golit të 5 futbollistët e Drinit të Bardhë. Shtopi në drejtim të Krasniqit. Krasniqi dhe kombinon me Duhlakun. E këtu pas 1 minutë shtesë përmbyllet pjesa e parë e ndeshjes midis Drinit të Bardhë dhe Xerxhes me rezultat 4-0. T'ju kujtojmë fillimin është në minutën e 15, shpëtim Totaj 1-0, në minutën e 20 dilon Krasniqin nga penaltia 2-0. Në minutën e 25 shpëtim Totaj shënon golin e tij të dytë personal dhe të tretin për skuadrën e Drinit të Bardhë dhe në minutën e 45 pas harkimit nga këndi Ragip Thaçi në stilin e qendërsulmuesit realizon golin e 4 për skuadrën e Drinit të Bardhë. Pra, pas 45 minutave të para, Drini i Bardhë KF Xerxa 4-0. Pas një pushimi rikthehemi në transmetim të pjesës së dytë të kësaj përballje. Shikues nderuar, jemi rikthyer me pamjen nga pjesa e dytë e ndeshjes Gjiros së 16 të Ligës së tretë të Kosovës në futboll të rrafshit Dugaxhinit, ku po takohen Drini i Bardhë dhe Xerxa. Rezultati pas 45 minutave të para është 4-0 në të mirë të Drinit të Bardhë. Gjithçka është gati për fillimin e pjesës së dytë të kësaj ndeshjeje. E veçanta e fillimit të kësaj ndeshjeje është rikthimi në fushë, inkuadrimi pas 4 muajsh lëndimi të kapitenit Besfort Krasniqit, i cili po e shihni vetë që është futur në lojë në vend të Esad Salihut. Pas 4 muajsh rikthehet ky futbollist, ky kapiten, i cili e merr edhe shëritën e kapitenit nga Vigan Regjaj, pra kapiteni legjendar i skuadrës Drinit të Bardhë. Presim finalizimin e gjyqtarit Debatik Çarkaxhia për fillimin e pjesës së dytë të ndeshjes. Formacionet e njëjta të skuadrave, përveç që se kemi dhe në këtë çast e ka filluar pjesa e dytë e ndeshjes, janë futbollistët me të veshurat të portokallta, ata të klubit të futbollit Xerxa, të cilët e kanë nisur pjesën e dytë, që janë Gashi, një top i lartë në drejtim të kapitenit Adrian Kryeziut, i cili ka kaluar në fazën e sulmit të dy për të rrezikuar. Duhlaku dhe Regjaj, Muhadri, Iljazi, ta përthyrë prapa deri te Ragip Thaçi, Vigan Regjaj.
Regja aty gjenë krahun e djathtë futbollistin Drilan Krasniqin. Është aty Duhlaku nuk arrin të parveprojë me lojtar, e marrin topin futbollistët e Xherxhan. Shala, top për Nasip Haxhin. Është Morina. Nuk merret vesh aty Morina mirë me Jetmir Gashin. Shkon ky top në drejtim të portierit Ragip Salihu. Krasniqi në kontaktën e tij të parë me top. Thaçi. Iliazi dhe tani Muhadri hapet lojën në ekranin e gjatë në drejtim të Duhlakut. Krasniqin e pat kapitenin me këtë pasim të sakt. Duhlaku në ekranin e gjatë, mundësi tani për të harkuar është Krasniqi. Krasniqi gjithnjë harkimi mirë aty. Është Totaj. Do të godas por bllokohet gjatin nga Nasip Haxhia. Largohet tani. Kemi korner, topi ka dalë jashtë dijes fundore, do të kemi kornerin e 11 për skuadrën e Drinit të Bardhë. 11-1 është sa i përket kornerave, ndërsa rezultati i ndeshjes 4-0. Harkim nga krahu i djathtë, si zakonisht, do të harkoj Florian Iliazi. Të më rast të shënojmë në minutën e 45 nga harkimi nga këndi shënoj Ragip Thaçi, të shojmë tani Thaçi përsëri aty, por kësaj radhe bashkë veproi aty me Xhaner Gzimin. Pasimi mirë ishte i Ragip Thaçi të menduar mirë për Xhaner Gzimin, e ky për pak nuk e gjeti portën për të shënuar golin e 5. Arrin të ndalin topin aty futbollisti Din Morina. Thaçi hapet loja në krahun e djathtë në drejtim të kapitenit Krasniqi. Regjaj. Duhlaku në krahun e djathtë, kërkon topin Krasniqi. Bukur top të Bayram Azizin, nuk ka penalti. Largohet rreziku aty për një çast. Nuk ishte ky pasim i saktë i futbollistit Nasip Haxhia. Në drejtim të kapitenit të tij Adrian Kryeziu, dhe gati sa nuk e për shfrytëzoi këtë mundësi aty Bayram Azizi. Këtë rezultati i pjesës së parë 4-0. Edhe në pjesën e dytë, pra në fillim të pjesës së dytë, po mbizotron skuadra vendese, natyrisht falë cilësisë së lojës dhe përgatitjes më të mirë fizike. Largohet tani topin nga Florian Gashi. Duhlaku aty top në drejtim të Krasniqit, Drilan Krasniqit. Tani është kapiteni Besfort Krasniqi. Duhlaku tani mundohet të bashkëveprojë aty me Totajn. Totaj kthen topin prapa deri te Krasniqi, harkim në zonë të rrethbësisë, largohet rreziku nga Jetmir Gashi. Kushtrim Gashi. Bayram Azizi kthen topin prapa deri te Jetmir Gashi. Besfort Krasniqi, Regjaj, të sigurt në pasime të futbollistët e Drinit të Bardhë. Xhaner Gzimi nuk arrin të mbajë topin në kontroll. Kemi ndërprerje të lojës, topi të takoj mysafirëve nga Xherxha. Do të largohet Xhaneri nga
Ja, të gabojnë futbolistët mysafir. Është Iliazi në krahun e majt. Tepërtimi Iliazit mund të harkimi mirë në shtyllën e dytë, mundësi kjo për skuadrën vendese, Xhaner Gzimi mundohet të gjuaj nga një pozitë mirë, por jo edhe fuqishëm. Dhe topi lehtësisht përfundon në duart e portierit Valon Rexhepi, i cili menar degazhon, por humbin topin përsëri futbollistët mysafir. Iliazi, Gzimi, Muhadri, Besfort Krasniqi, pozitën e qendërmbrojtësit, Muhadri, bukur aty shmangat për një qast, pason me Ragip Thaqin që luan në krahun e majt, Azizi, kërkon aty Xhaner Gzimin në zonë të rëpësit Gzimit, mundohet të bashkëveprej aty me Totajn dhe Drion Krasniqin, por topi largohet në ndërkohë, pas ka pas pozitë jashtëtoje, pasi Leotrin Berisha, gjyqtari i tretë, sinjalizon futbollistët vendës më të avancuar. Tyrian Gashi, është kapiteni Kreziu, bukur Kreziu të përton nga krahu i majt, mundësi tani për të bashkëvepruar aty. Është Fatim Shala, e humb topin, Krasniqi, Gzimi, e humb topin Gzimi për një qast, edhe të ketë rivënjë ansore, po për skuadrën vendese, Iliazi, Muadri, Thaqi, Muadri, top në krahun e djathtë për kapitenin Besfort Krasniqi, është Vigan Rexhaj. Mundohet Vigan Rexhaj të shërbej aty Gzimin, por për pak nuk arriti të shkoj topi deri te kaj. Është Gashi, topi gjatë kërkohet që në sulmuesi i Zezës, mundësi tani kjo për skuadrën zeziane, depërtim në zonën e rrethësisë, mundësi, atë të kemi golin në par, jo aty, megjithatë në fund, ndërhyrje suksesshme Ragip Saliut, shpëton portën e tij. Mbetet rezultati i pjesës së parë 4-0, minuta e 54 të ndeshjes. E këtë takim, sikurse takimet e tjera, po e përcjell edhe drejtori i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Prizrenit, profesor Adem Morina, të cilin e kemi lutur të vijë dhe të flasim pak. Profesor, drejtor, mirë ju përshëndes dhe mirë se erdhët në këtë transmetim. Faleminderit ashtu edhe për mua kënaqësi sot gjendën mesin juaj dhe në mesin e tifozëve dhe për ta përcjellur drejt për së drejtë këtë ndeshje, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për sezonin që është drejt përfundimit, ku po luhet ndeshja ndërmjet Drinit të Bardhë dhe Zezës. Drejtor, ju keni shumë arsye të jeni prezent në këtë ndeshje, në këto ndeshje të Drinit të Bardhë, ju përsëri edhe sporte tjera, edhe si pas detyrës, si pas pozitës që e keni, por edhe si futbollist, edhe si Hasjan. Keni përcjellë të ndeshje një rezultat jashtëzakonshëm me Drinit të Bardhë pas shumë vitesh, tash e kemi më pothuajse që nga sot e kemi në antar të ligës së dytë. Sa keni përcjellë dhe sa jeni të kënaqur me të arriturat e këtij klubi deri më tani? Shiko, unë si një ish futbollist dhe tani më si drejtori i sportit në komunën e Prizrenit, për mua të gjitha klubet janë të rëndësishme dhe jemi të gatshëm për mi vështet. Kurse kur flasim për Drinin e Bardhë, emocionalisht e ndi veten më afër se të gjithë të tjerët, nga që vijnë pikërisht nga ajo zonë, nga ajo anë, dhe është për të duar trokitur të gjithë kampionatin që ka zhvilluar KF Drini i Bardhë nga Hasi, dhe me të vërtetë jam i lumtur që me këto të lojë sot që po i bien 7 pikë para 2 gjireve drejt përfundimit të kampionatit, Drini i Bardhë thuaj që është edhe kampion dhe po kalon në ligën e dytë. Dhe ne si drejtori e sportit komunë e Prizrenit jemi vazhdimsi e kemi mbështetur këtë klub, po ashtu jo vetëm në aspektin e mjeteve financiare, po kemi mbështetur edhe në infrastrukturë sportive, siç e keni pa ju nga afër, kemi ndërtuar stadiumin e Gjonaj, mirë po për arsyet që kemi pas një memorandum me Federatën e Futbollit, na kanë mbetur zhveshtorët, megjithatë FIFA dhe UEFA ka intervenu dhe ka qu shkresë federatës sepse i ka ndaluar ndërtimet e vrashta.
tam drejtën një lajm i mirë dhe pozitiv, sot isha nga afër për ta vizituar stadiumin dhe do ta marrim përsipër ne, do t'i rregullojmë zhveshtorët dhe tribinat dhe po shpresojmë që në sezonin e ri që fillon po ashtu në ligën e dytë Drini Bardh të jetë vendas dhe t'i kryej të gjitha ndeshjet si vendas në Gjonaj. Po drejtor, edhe më herët falenderues janë këta drejtuesit e klubit të futbollit Drini Bardh, edhe përmendëm edhe infrastrukturën sportive. Tani në ligën e dytë kërkohet ndoshta mbështetje edhe më e madhe dhe sigurisht që janë të interesuar drejtuesit dhe futbollistët e klubit të futbollit Drini Bardh të zhvillojnë ndeshjet në Gjonaj. Sa ka gjasa kjo dhe kur konkretisht mund të realizohet? Kryesia Drini Bardh është një kryesi jashtëzakonisht e përkushtuar, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme, po ashtu edhe Hasianët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, e kanë financuar Drinin e Bardh dhe ne institucione përveç se kemi ndihmuar do ta ndihmojmë akoma më tepër në ligën e dytë në të ardhmen dhe gjasat janë që po planifikojmë që deri ka fundi i gushtit të përfundojmë zhveshtorët dhe të kthehet domethënë Drini Bardh ti zhvilloj të gjitha ndeshjet si vendas në stadiumin e Hasit ku është në stadiumin e Drinit Bardh. Drejtore, filluat me mbar dhe me donacione të shumta, sporti po ecën mirë, rezultatet nuk po mungojnë, kemi tani edhe kampion në konkurrencën e femrave, dhe kemi presim liria të shkollat kampion, këtu kemi kampion edhe sporte tjera, falë mbështetjes që po e bën drejtoria për kulturën dhe sport të Komandit Komunal të Prizrenit. Sa jeni krenar për këto, sa po javdin drejtuesit e klubeve sportive? Ne kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me të gjithë drejtuesit e klubeve sportive dhe klubet, po dua të them dhe dua ta potencoj që deri me ardhin tonë në qeverisën lokale, me të vërtetë sporti prizrenas nuk është mbështetur ashtu siç duhet. Prizreni domosdoshmë njihet për klubet të shumta të sporteve, të gjitha sporteve, e në veçanti kur flasim për futbollin, ne kemi rritur jashtëzakonisht mbështetjet për të gjitha klubet e sportit në Prizren, jo që i kemi 2 fishuar, po i kemi 10 fishuar domethënë mbështetje financiare dhe vlen theksohet, po e them pak me humor dhe batut, para një jave patëm ndeshjen ku klubi i Vashave të Bashkimit u shpall edhe kampion i sezonit, që i fitoi domethënë për herë të tretë fitoi kupën e Kosovës në basketboll dhe aty gjatë komunikimit dhe bisedimit me presidentin e federatës zotin Arben Fetau i thash që çish po shihet këtë vitin 2025 gjitha kupat do të vinë në Prizren. Dhe po ashtu dua të jam optimist që veç sot që Drini Bardh po përfundon që do të kalojë në ligën e dytë, e kemi në ora 4 edhe FC Prizreni i cili do ta ketë një ndeshje të rëndësishme dhe është potencial dhe sigurisht do të kalojë në ligën e parë. Po ashtu kemi klubin ikon qyteti Lirin i cili me ndeshjen e nesërme do të kaloj po besoj në pozitën e dytë dhe 2 pikë larg vendit të dytë dhe 3 pikë nga vendi i parë dhe po urojmë që deri në fund kampionatit kthehet edhe Liria në Super League dhe po ashtu sot e kemi edhe ndeshjen e play-offit që klubi i Bashkimit do ta zhvillojmë me PN dhe po urojmë që të gjitha këto që i përmendim të sjellin trofet në qytetin e Prizrenit. Sigurisht drejtor, nuk mund të lëm anash edhe një fakt tjetër, një merit tuaj që keni ndihmuar mjaft tek mjetet e informimit. Ne me angazhimin tuaj po bëjmë edhe informimin, komentimin e ndeshjeve, përcjelljen e aktiviteteve sportive, po i kujtojmë edhe asat e futbollit, asat e sportit, legjendat, kemi bërë dokumentare, gjitha këto nuk po mungon ndihma juaj për kraja juaj edhe në këtë aspekt. Shiko, mediat janë ato të cilat i japin në secilin shtëpi, në secilin vend çfarë po ndodh për sportin dhe normalisht ne ju jemi mirënjohës juve dhe të gjithë atyre që po kontribuojnë që të na informojnë sa më afër për të gjitha ato që po ndodhin në sport. Kështu që edhe faleminderit dhe suksese, urime Drinit Bardh, urime FC Prizrenit, Lirisë, Bashkimit dhe të gjitha klubeve të qytetit Prizrenit. Faleminderit të urime edhe juve dhe besojmë tani më informacionet po vinë edhe më shumë, po ka aktivitete edhe informative sportive. Faleminderit shumë drejtor për punën që po bëni. Aspekte. E ne vazhdojmë të komentojmë ndeshjen pa minuta e 60 dhe gjysmë orë në ndonë nga përfundimi këtij takimi ku skuadra e Drinit të Bardh po shënon fitore të rëndësishme, pasi me këtë fitore, pra përmendëm disa herë, skuadra e Drinit të Bardh e siguron titullin e kampionit 2 ndeshje para përfundimit të kampionit në këtë rang garash. Një tentim tjetër aty, patëm derisa biseduam me drejtorin, ne patëm rast të shohim 2 raste të shënimit në të 2 anët. Ishte futbollisti zëvendësues Dren Tanushaj që pati një mundësi ideale të shënonte golin e parë për skuadrën e Zërzës, por që nuk e realizoi fal ndërhyrjes së portierit Ragip Salihu. E në anën tjetër, futbollistët e Drinit të Bardh patën mundësi të shtojnë avantazhin, por që nuk u realizua pasi edhe aty Valon Rexhepi ishte i suksesshëm në ndërhyrjet e tij. Vazhdon presioni i skuadrës vendese për kërkim të golit të 5, një pasim që nuk kaloi tani nga qendrëmbrojtësi Thaçi.
Ragip Thaçi përsëri, bashkëpunonti me Muadrin. Muadri depërton. Do të shohim tani do të sjell rezultat ky depërtim. Barem Azizi. Topi në ekranin e gjatë. Dulaku. Apo pas ka dalë. Stili si Bajrami pas ka dalë, po thot aty Bekim Baka është në rolin e shikuesit tani na tregoi se pas ka që ka larguar Bajram Azizin nga ndeshja dhe sa isha duke biseduar me drejtorin. Është futbollisti me numër 24 Real Smajla ishte ai. Duhlaku nga ekranin e gjatë. Bashkëpunonti me Muhadrin. Muhadrin në zonë të rëpësisë, mundësi tani të harkimi nga ekrani i gjatë. Ato të kemi penalti, jo. Ndërhyrja nuk ishte aq e fuqishme sa për të sinjalizuar 11 metërsh. Topi takon tani portierit Valon Recep. Smajlaj. Edhe një mundësi tjetër aty shënimi, por ka dhe kësaj radhe tregohet Recepi i vëmendshëm. Selajdin Hoti inkuadruar në pjesën e dytë bashkë me Dren Tanushajn, dy zëvendësime të inkuadruara nga trajneri i skuadrës që nuk ka mundësi shumë të inkuadrojë në lojë, e tani kemi goditje dënimi për atë trajneri Fadil Buçitërna, një emër i njohur i futbollit kosovar, një legjendë e futbollit të klubit të Rahovecit, i cili e ka nisur karrierën si portier, por pastaj ka luajtur qendrësulmues shumë i suksesshëm, edhe reprezentuesi i Kosovës. Do të shohim që ndërprerja do të sjell golin e pestë apo jo. Janë dy futbollistë aty, është Trilan Krasniqi, i cili me gjas do të gjuajë në poshtë apo do të harkojë, mbetet të shihet. Krasniqi gjua në poshtë, mirë, po nuk është i saktë për pak. Ishte një gjuajtje mirë e menduar, e kërkoi këndën e epërm të djathtë të portës së portierit Valon Recepi, por topi shkoi mbi tërthorësën e portës së tij. Adrian Gashi. I këtë top Adrian Gashi, jo, kemi kornerin e 12. Një mundësi tjetër nga ndërprerja që të shënojnë futbollistët vendes. Kemi në shtyllën e dytë dhe kemi golin e pestë, aty realizon kapiteni i skuadrës Besfort Krasniqi, minuta e 65. 5-0 pas harkimit nga këndi. Besfort Krasniqi rikthehet pas 4 muajsh me gol. Ka më mirë se sa të rikthehesh në formë në dikurshme dhe me gol të shënuar. Kjo i ndodhi Besfort Krasniqit në takimin e sotëm me duel me Dërzën, një revanjë anësore tjetër. Muhadri, Besfort Krasniqi, topin aty
Dolahu në krahun e gjatë, Krasniqi, Duhraku, Rexhaj, Dolaku, Muhadri, nuk i pasimi menduar mirë aty, mirë po të shpërtin tote në zonë të rëndësisë, në kërkim të trikut të tij. Godet bllokohet gjuhët aty, e tani nuk ka rrinë të shënoj aty. Futbollisti Smajla ka mbështypjen. Po pikërisht është Smajla që goditi tërthorësën e portës. Shpëtim tote e kërkon trikun gjithsesi në këtë ndeshje, do të shohim ka ku ende ta realizojë atë. Kemi në rivënje ansore për skuadrën mysafire. Ishte edhe një rast tjetër i mirë për skuadrën vendese, pikërisht nga zëvendësuesi Real Smajlaj, i cili gjuajti mjeshtërisht, por që tërthorës ajo e mohi golin. Rivënje tjetër ansore për mysafiret. Hote të bere vënjën e loj, Rexhaj, Duhlaku në krahun e gjatë, lojë në krahun e majtë, Smajlaj me këtë gjuajtje meshtrore përsëri, e kërkoi atje. Ishte Smajlaj, por Krasniq më duket. Ishte gjuajtje një tentim. Një tentim tjetër aty i futbollistit Albion Kryeziu, i cili po ashtu pati edhe tentimin paraprak. Tentime të një pasnjëshme, ndonë se mjeshtrore, por që nuk e gjetën cakun nga Albion Kryeziu. Larri këtë top, Kenan Iliazi jo, top rivan jansore për mysafiret nga Zërza. Pastra e merr topin aty Ragip Thaçi, me përvojën e tij, Muhadri, ka në top Ismailajt, i menduar mirë, Muhadri, rivan jansore për vendesit, një zamësim tjetër është përgatitur tek skuadra i fundit, 3 futbollistë i pati në listë, skuadra tani karton verdh për futbollistin e klubit futbollistik të Zërza që ishte aty në bankin me është zëvendësimi tret Altin Gashi që ishte inkuadruar. Muhadri, Thaçi, Muhadri, po kurtom në krahun e majtë, do të arrik të Florian Iliazi, harkimi urit të tij, mirë po pozitja shtoje. Pozitja shtoje, ishte një aksion i organizuar mirë, fatkeqësisht që ishte pozitja shtoje. Florian Iliazi një futbollist fantastik në pozitën e tij, i dalluar për depërtime dhe për harkime. Specialitet tregtore të tij. Është kapiteni Ardian Kryeziu. Kemi ndërhyrje të parregullt ndaj Vigan Rexhajt nga ana e futbollistit Fatlim Shala. Një karton tjetër i verdh për Fatlim Shalën. Nuk ka ditë ky top aty. Kemi kornerin e 13.
Edhe një tentim aty me kokë nga ana e kapitenit, shënuesit të golit të 5 të skuadrës së Drinit, Besfort Krasniqit, sa e radhe nuk e gjeti cakun. Minuta 72 e ndeshjes. Ja, sa është angazhuar aty Krasniqi. Shpëtim tote nuk arrin deri te topi. Megjithatë tregon të vëmendshëm lojtarët e skuadrës së Zezës që po tentojnë të largohen nga zona që i takon në pjesë së tyre. Është Hoti. Kemi tani ndërhyrje të parregullt. Mësi tani për të rrezikuar nga ky kundërshtim aty ka të apartuar nga krahu i majt kapiteni Kryezju, por i vëmendshëm tregohet kapiteni i vendes Besfort Krasniqi. I shpejt këto për bashkëtarën e tij. Dy zëvendësime tjera do të përgatiten tek skuadra vendese. Endrit Boksh dhe Alban Ferataj do të inkuadrohen në lojë, largohet Ilan Iliazi dhe Shpëtim Totaj mbetet me 2 gola të tij të shënuar. Në minutën e 15 dhe në minutën e 25, Shpëtim Totaj, 2 gola, kontributi i tij për fitoren e sotme është me 2 gola. Krasniqi. Smajlaj. Po në ky top aty nuk ka pozitë jashtoje, top i mirë për Krasniqin, por ka lëshuar me kohë portën portieri Balon Recep. E shpëton portën e tij. Nuk ndalet tani Krasniqi. Ishte Alban Ferataj në kontaktin e tij të parë me top Regjaj. Bukur topi në krahun e majt për Bokshin. Krasniqi, kapiteni Krasniqi hapet dhe në krahun djathtë Duvlaku. Regjaj. Arkon Regjaj në zonë të rreptësisë. Tani me këtë tentim Alban Ferataj mundua të gjente portën e portierit Balon Recepi. Edhe 15 minuta deri në përfundim të këtij takimi në të cilin skuadra e Drinit të Bardhë shënoi 5 gola, derisa ekipi i Zezës kishte vetëm një rast, një mundësi të 100% shënimi, dhe atë në pjesën e dytë, përmes Dren Tanushe që nuk u konkretizua. Top i mirë aty në drejtim të kushtrim Gashit. Gashi në zonë të rreptësisë, nuk arriti aty të bashkëvepronte Gashi me kemi korner, po korneri i dytë për skuadrën e Ardian Gojanit të harkojnë në zonë të rreptësisë. Largohet për një çast rreziku aty nga mbrojtja e skuadrës vendese, Gojani përsëri. Kemi rivenjë anësore për vendesit, që nuk e ka kryer rivenjën anësore si duhet, ka të drejtë Debatik Çarkaxhia. Duhet të jetë i kënaqur trajneri i skuadrës Drini i Bardhë me lojën e dëshmuar dhe të treguar të futbollistëve. Robert Gjeraj, një emër i njohur në
si futbollist, por tani që të një më shumë për bëhet një orë edhe në pozitën e trajnerit. Ishte i suksesshëm Roberti me promoshën U21 të Liris në Superligën, derisa ishte Liria në Superligë. Tani po tregon i suksesshëm edhe me këtë skuadër, do të shohim pretendimet e tij do të vazhdojë me Drinën e Bardhë dhe në Ligën e dytë. Ka mbetë gjithçka mes tij edhe kryesisë së klubit të vendosin për të ardhmen. Korneri tjetër, korneri 14 me radhë. Të arkoj Vigan Regjaj. 2 gole janë shënuar nga kornera, të këshëm të ditë kulli tretë. Nuk ka të arkim në shturën e parë që largohet nga mbrojtja mysafire të cilët e kërkojnë tani aty përmes Altin Gashit të shënojnë golin e nderit në këtë takim. Muhadri ka kanë topin Duhlaku në krahun e majt, ka kaluar tani nga gjata në këtë pjesë, por përsëri kemi pozitë jashtëtoje. Ndryja palioshme nga prapa e qendërmbrojtësit Ragip Thaçi, ka një verdh për Ragip Thaçin. Kushtrim Gashi, gabon Kushtrim Gashi dhe tani mundësia për skuadrën e Drinit të shënoj golin e 6. Dhe ata menduar mirë aty nga futbollisti e Kryeziu në drejtim të bashkëletarit të tij. Alban Ferrati që tashmë ka kaluar në pozitën e qendër sulmuesit pas largimit të Shpejtin Totajt. Deljan Prasniqi, Muhadri, Thaçi, Regjaj, Muhadri, Krasniqi, pasime të sakta këto të futbollistëve të skuadrës Drinit të Bardhë. Arkimi ulët, mundësi kjo për edhe një tentim tjetër aty nga futbollisti Real Smajlaj, një tentim i tij mjeshtëror, por që për pak nuk po e gjen cakon mirë, po mendon ndërhyrje sakte Ragip Thaçit para qendër sulmuesit Xerxes. Kemi kornerin e 15. Muhadri, Ferrati mundësia për të goditur, nuk e të bën një gjë të tillë, të largohet topi, e mundësi tani kundër sulmi, top në drejtim të Kushtrim Gashit, por paraprakisht sinjalizohet ndërhyrje pa rregullt për një moment. Gjyqtari Sharkaxhiu dha përparësinë e lojë, tani Duhlaku ndëshkohet me karton të verdhë. Më pak se 10 minuta deri në përfundim të takimit. Drini i Bardhë në rrugë të mirë që jo vetëm ta ruaj pozitën e parë në tabelinën e klasifikimit, por që me këtë fitore 2 ndeshje para përfundimit të kampionatit të siguroj titullin e kampionit në ligën e 3 grup në rrafshën e Dugaxhinit dhe kësaj të arrijë
suksesin historik e skuadrën Hasiane në 2 gjirët e ardhshme. Presin ndeshjet fillimisht në Arbanas, ku do të ballafaqohet Drini i Bardhë me Arbanasin 1982 dhe në gjirën e fundit Drini i Bardhë në këtë stadium do të takohet me Istokun 03 dhe tu do të festohet inkuadrimi në ligën e dytë, respektivisht titulli kampion për ligën e tretë, rafshi Dugaxhinit për skuadrën Drini i Bardhë. Rivanja anësore është kryer tashmë, marrin topin e futbollistët vendës, topin në drejtim të Ferratit, që nuk e ndarë si duhet, topin deri jashtë pjesës anësore. Edhe një rivanje tjetër anësore për mysafirët. Kryeziu e bën rivanjen e topin lojë, largohet rreziku nga kapiteni Krasniqi. Bukur aty, sa mirë aty ky veprimi futbollistit Zërzian. Si tani nga që në sulmuesin në pozitën e Alos, ishte tentimi i Kushtrim Gashit që nuk arriti të ketë përfundim në duhur. Topi del jashtë vijës fundore dhe i takon portierit Ragip Salihu të bëjë rivënien e tij në lojë. Një sukses jashtëzakonshëm në këtë angarash i Drinit të Bardhë nga 15 ndeshje, 14 fitore, 1 barazim, asnjë humbje. 73 gola ka shënuar deri më tani pa këto 5 gola. Apo ti nëse llogarisim me këto gola, 78 gola ka shënuar, vetëm 8 ka psuar. Gjithsej 43 pikë për Los 3 të sotmet, 46 pikë. Padyshim skuadra më cilësore në këtë angarash dhe në këtë grup dhe me plot merit do të inkuadrohet në ligën e dytë të Kosovës në futboll. Thaçi është Vokshi me këtë harkim të ulët. Mundësi tani për skuadrën Zërziane, shohim ndërprtimin e futbollistit Altin Gashi. Gjithnjë Altin Gashi, gjuajtje e tij rrëmbyeshme dhe një pritje e jashtëzakonshme Ragip Salihu që merr këto duar trokitje nga tifozëria vendese. Korneri i tretë për skuadrën mysafire. Ishte një intervenim fantastik i Ragip Salihit. Shohim çfarë do sjellë ky harkim nga këndin që do ta kryej Ardian Gojani. Largohet aty ky top i arkuar nga në drejtim të shtullës. Ishte Driran Krasniqi ai që largoi, që edhe është kthyer në mbrojtje për të mos lejuar të shënohet as goli i nderit nga ana e futbollistëve mysafir. Nuk kaloi me dorë aty, marrin topin futbollistët mysafir. Bukur tani ky veprimi aty i futbollistit Gojani, harkim në zonë të rrethësisë. Ka ndërhyr kapiteni Krasniqi, largohet rreziku. Topi vjen deri tek Gashi, Alin Gashi. Topi gjatë. Por e vendosur mirë kapiteni Krasniqi para futbollistit Dren Tanushaj. Tani topi për drejtim të Ferratit do ta rri këtë po, mirë po, aty rrezohet. Gashi. Bukur aty këto për kapitenin Kryeziu. Kryeziu dëbërton ekranin e majt. Harkim në drejtim të Kushtrim Gashit, nuk e pranon topin si duhet, ka mundur të jetë i rrezikshëm ky aksion dhe të shënoj
Së paku golin e nderit pra në këtë takim skuadra zërgjane. Duhlaku, Vigan Regjet, Ferrati, a do të kemi golin e 5? Jo. Gjuajtja e Ferratit ishte plagësht dhe pati fat se radhe i vendosur mirë Balan Regjepi, shpëtoi portën e tij për të mos hepsuar golin e 6 në këtë përballje. Tanushaj një top e mirë në krahun e majt. Nuk ka lënë top në drejtim të futbollistit Florian Gashi. Vigan Regjaj. Muhadri. Nuk u morën vesh si duhet Muhadri dhe Drilion Krasniqi. Smajlej, Duhlaku, humë topi Duhlaku, nuk ka ndërhyrje të parë rregullt, Kryeziu, Kushtrim Gashi, humë topin Gashi, apo më mirë të them ja mori topin Ragip Thaçi, cili tani shkon në fazën e sulmit. Dhe kemi tani një top për drejtim të Ragip Thaçit, por nuk shkon topi, kalon jashtë disë fundore, korneri i 16. Dy minuta gjysmë deri në përfundim të kohës së rregullt të takimit, plus loja shtesë, ta shohim rezultati 5-0. Arkim në qendër aty mundësi tjetër dhe kemi ndërhyrje të palejuar aty në fazën e sulmit ndaj kapitenit, nuk do të pranohet ky gol. Kishte ndërhyrë dikush prej futbollistëve vendas në mënyrë të palejueshme ndaj kapitenit Adrian Kryeziu. Hoti. Merr topin Muhadri para Adrian Gojanit. Tani do të kemi golin e 6, apo jo, ju nxitoi paksa aty Albion Kryeziu. Ka mundër fare lehtë të shënohet në listën e golashnuesve. Pasi ishte një rast tjetër i mirë. Të gjithë më duket tani më shumë po presin përfundimin e takimit, pasi gjithçka është realizuar. 5 gola, 3 pikë që e sigurojnë tre pikëshin dhe titullin kampion në këtë rangarash. Në asgjë nga ky rast, Muhadri e tani mund të jetë ky sulm për golin e 6. Krasniqi dhe portieri Regjepi dhe më në fund sinjalizohet pozicion i pa rregullt. Tashmë është kryer kjo. Vazhdojnë futbollistët e Zërzës. Hoti është Gashi, Altin Gashi, harkim në zonën të rreptësisë, ka ndërhyrë aty kapiteni Krasniqi, largon topin. Hoti, dhe një harkim i Hotit atje në drejtim të Gashit. Gashi gjuan me këtë efe, por jo sa për të mposhtur portierin Ragip Saliun. Nuk ka pas gjashtoja tani topin drejtim të Krasniqit. Mundsi kjo për golin e 6. Krasniqi në zonë të rreptësisë. Është i rrezikshëm, pasi është futbollisti më i dhe këtu në minutën e 90 sinjalizohet përfundimi i këtij takimi. Drini i Bardh mposhtë Zërzën me rezultat 5-0. Kjo kujtojmë golin e parë për vendës të shënoi Shpejtim Totaj në minutën e 15. Drilion Krasniqi nga penaltia realizoi për 2-0. Në minutën e 25 Shpejtim Totaj shënoi golin e tij të dytë të tretin për ekipin e Drinit të Bardh. Në minutën e 45 Ragip Thaçi 4-0 dhe në minutën e 65 Besfort Krasniqi 5-0. Fitore më së merituar e skuadrës së Drinit të Bardh. Ja po shihni gëzimin, ky gëzim jo për këtë fitore, por për shkak se kjo fitore është fitore për sigurim të titullit të kampionit. Ja dëgjoni kampionët, 2 xhiro të fundit kanë mbetur për të zhvilluar.
Këtu gjithçka përfundon për sa i përket kampionit e ligës së tretë, grupit të Rrafshit Dugaxhinit. Skuadra Drini Bardh me këtë fitore ka siguruar edhe matematikisht titullin kampion. Urime për këtë fitore, urime në ligën e dytë futbollistëve, trajnerit, stafit trajnerëve, kryetarit të klubit, drejtuesve, tifozërisë dhe të gjithë atyre që ndihmuan dhe do ta ndihmojnë klubin e futbollit Drini Bardh në Has. Nga unë, Vllazni Bytyqi dhe Xhilian Hoxha, ju falenderojmë për këtë vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni gjithmonë me transmetimet tona në Facebook dhe në YouTube në portalin 029 Sport. Do të jetë gjithmonë portali që do t'ju transmetojë ndeshje dhe do t'ju ofrojë informacione të ndryshme për sportin dhe për sportistët. Faleminderit për vëmendjen dhe deri në transmetimet tona të ardhshme, mirëmbrëjtje.